që kurse filozofi i madh anglez J.S. Mill e përcaktoi qartë se ligji dhe drejtësia duhet të ecin brenda konceptit të dobishmërisë, qytetërimi britanik hyri në një etapë të re dhe këtë ai ia transmetoi të gjithë Evropës perëndimore. Prandaj, pyetja që na del përpara në shqiptarëve sot është pikërisht kjo: sa e kemi ne aktualisht dobishmërinë si koncept moral, të ligjet dhe të drejtësia në Shqipëri? Dobishmëria, utilitarizëm, sipas enciklopedisë britanike, është një princip moral me anë të cilit një veprim është i drejtë nëse ai tenton për të maksimalizuar lumturinë, jo vetëm për atë që ka kryer këtë veprim, por gjithashtu për cilin do që ka lidhje me këtë veprim. Kurse termi dobishmërisë që ka gjuha shqipe është edhe më plotësues për këtë koncept. Prandaj na duhet ta theksojmë se dobishmëria po na mungon në shqiptarëve sot në lidhje me ligjin dhe shtetin që kemi organizuar në Shqipëri, sepse duhet të kemi parasysh se dobishmëria e ligjit dhe drejtësisë në një shtet vendos dhe krijon edhe dobishmërinë e vetë shtetit në funksion të mirëqenies shoqërore dhe të drejtave të njerëzit, sepse këto të dyja, mirëqenia shoqërore dhe të drejtat e njerëzit, kanë lidhje organike me njëra tjetrën. Por duhet ta theksojmë se kjo ka ndodhur në Shqipëri sepse deri tani qeveritë që kanë kaluar në Shqipëri nuk kanë qenë as pak utilitariste, prandaj shqiptarët ende nuk kanë provuar dot realisht as dobishmërinë e ligjit dhe as dobishmërinë e drejtësisë. Dhe kjo gjendje sigurisht që shoqërinë shqiptare po e mban ende jashtë humanizmit që në fakt duhet të jetë filozofia e domosdoshme e çdo shoqërie të qytetëruar. Përkundrazi, ashtu siç e theksuam në Shqipëri në 30 vite rresht, ligji është zbatuar jashtë dobishmërisë shoqërore, sepse ai nuk është aplikuar për drejtësinë, por vetëm për korrupsionin e lartë shtetëror. Kjo na e provon qartë pse gjendja jonë shoqërore nuk ka arritur dot mirëqenien, sepse është korrupsioni ose fitimi individual i pushtetarëve, fenomeni që e ka bllokuar zhvillimin kombëtar. Dhe prandaj, nëse ju do të pyesni se ku është depozituar ose ku është derdhur në 30 vite rresht mirëqenia e shqiptarëve, përgjigjja është vetëm një: ajo është depozituar si shpërndarje investimesh dhe depozitash bankare, vetëm në dobi materiale të qeveritarëve dhe qeverive të korruptuara, të cilat, edhe pse kanë ardhur në pushtet për të garantuar mirëqenien e shqiptarëve, ato kanë pasuruar kryeministrat, ministrat, kryetarët e bashkive dhe administratorët e pronës shtetërore, që duhej të shkonte në privatizimin e ekonomisë shqiptare. Kurse aktualisht, çështja e korrupsionit të lartë shtetëror tani është krejtësisht e provuar. Prandaj pyetja mbetet që të jetë kjo: po tani që çështja e korrupsionit të lartë shtetëror është e provuar, si do të zgjidhet në Shqipëri ky regres ekonomik, që në disa dekada rresht ka dhunuar rënd shoqërinë shqiptare? Kjo duhet të zgjidhet vetëm nga SPAK. Dhe kjo është arsyeja që unë përsërisht vijmisht pyetjen time publikisht: a do ta shpëtoj SPAK-u shoqërinë shqiptare nga regresi dekadent i korrupsionit të lartë shtetëror? Unë kam folur me siguri se po, SPAK do ta shpëtoj shoqërinë shqiptare nga korrupsioni kriminal që e ka pushtuar, sepse SPAK është krijuar nga ekspertiza dhe financimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe pikërisht për këtë, kjo çështje do të shkojë me drejtësi morale deri në fund. Prisni dhe shikoni me vëmendje këtë histori të re që po i vjen shoqërisë shqiptare dhe vetë Shqipërisë.